Ragip Delia, Valmir Gashi dhe Astrid Hajidauti dyshohen se në bashkëveprim ka mashtruar disa gra duke u premtuar donacione nga një shtet i huaj në emër të rehabilitimit dhe integrimit në shoqëri. Sipas hetimeve, viktima, të gjitha të kthyer nga zonat e konfliktit në lindjen e mesme, janë bindur të aplikojnë për ndihma financiare në një institucion mikrofinanciar me premtimin se po përfitonin donacione nga shteti i Bangladeshit. Por në vend të ndihmës, kraht kanë nënshkruar kontrata kredie në shumë prej 4.500 euro deri në 5.000 euro. Pas kalimit të parave në llogaritë e tyre, Ragip Delia i ka shoqëruar në bank duke i detyruar të tërheqin mjetet. Çdo njerëz i janë dhënë vetëm 500 euro, ndërsa pjesën tjetër e ka marrë në emër të shpenzimeve dhe pakesave për zyrtarët. Hetimi i policisë tutje ka zbuluar se Valmir Gashi, zyrtar në institucione mikrofinanciar, ka përpiluar dosjet dhe kontratat, ndërsa menaxheri Astrid Hajidauti i ka aprovuar kredit. Delia ndërkohë ka shërbyer si lidhje mes grave dhe institucionit duke luajtur rolin e ndërmjetësit. Gratë kanë kuptuar se ishin mashtruar vetëm kur institucioni mikrofinanciar u ka kërkuar fillimin e pagesave të kredisë, një barë financiare për të cilën ato nuk ishin të vetëdijshme. Hetimet janë zhvilluar në mbikëqyrjen e prokurorisë themelore në Prishtinë, përfshirë edhe masa të fshehta hetimore. Deri më tani janë identifikuar 10 viktima dhe dëmi i përgjithshëm llogaritet për rreth 45.000 euro. 2 prej të dyshuarve janë ndaluar për 48 orë, ndërsa një tjetër është liruar në procedurë të rregullt.